Musafirin e radhës së rubrikës Margaritar e kemi aktorin Shaqir Bejta. Atë ardhëm të vizitojmë në teatrin Kaqurela të Skenderaj, ku ndohëm me ne momente të rëndësishme të jetës dhe karrierës së tij. Ju jeni një ndër artistët më të njohur të skenës shqiptare, ku për momentin gjendemi edhe në qytetin e Skenderajt. Çfarë lidh me këtë qytet fillimisht, tregon? Po, me Skenderajin më lidh çdo gjë, sepse këtu dhe jam lind dhe jam rritë, po më lidh teatri, sepse unë më shumë kam jetu në shtëpitë kulturës se sa në shtëpinë time. Kjo ka qenë shtëpia e dytë. 50 vite karrieri kam këtë shtëpi. A ka qenë ëndërjotja të jesh aktor, apo ka lind me kalimin e kohës? Po, unë them se kam lind me artin. Se edhe fëmi kur kam qenë, çdo herë në shkollë, po kur I kemi rujt edhe bakti, çdo herë kam gjetë kohë me banë, doj diçka që me I kënaqë nxënësat, me kënaqë fëmijët ku na rrethojshin, kështu që domethënë ajo më jep një përshtypje se kam lindur me art. Kam qenë një fëmijë I hershëm, një fëmijë me plot energji, një fëmijë kështu ishte. E kam dashur jetën e dua edhe sot. Rrethi ka qenë pak më I konservuar, mirë po unë se kam shikuar asnjëherë rreth. Nuk I ke dëgjuar fjalët. E kam bërë botën tim, botën e artit, I kam majt flok, kam majt rroba pak a shumë si trendit, se atëherë s'ka qenë, po me gjithatë farmer, diku më kam gjetë, I kam dashur çdo herë trendit. Na vishin filma këtu në kinema, dhe normal që I kam pas ma shumë këta filmat cowboy që u lushin. Ata I kam pas. James Deanin e James Bondin e këta I kam pas idol, dhe çdo herë kam ndrruar që të shkoj deri në qendër të artit në Amerikë, po akoma shpresoj, nuk e humbi shpresën. Pra, akoma ke iniciative dhe ndoshta... Mendoj që një ditë do shkoj të piju me kuqë. Mas luftës devalvoj çdo gjë. Nuk është me ajo ndjenjë. Në këtë sallë, kur kemi bash faqe para luftës, me policë kanë rujt rendin, sepse s'ka pas bileta, aq sa ka pas të interesu. 500 ulësi ka këtë sallë, dhe do me thënë nuk I kanë zonë sa ka pas të interesu. Cili ka qenë ndoshta mikujt më I mirë, që të kanë ndajt ofër, për shkak se ndonjëherë gjatë jetës sonë profesionale, ne lidhemi edhe emocionalisht me njerëzit, nuk mundemi I kasoj pjesë. Tash, njerisht nuk është njëjtë. Ka qenë Bilal Koci. Me të kemi punu një jetë të tërë. Në vitin 90, neve na I mbyllin dyrët e qendrës të kulturës këtu, dhe na u desht pastaj me vazhdu me punë tjera. Iniciative e këtij Bilal Kocit që e ceka ishte që të fillojmë me xhirimin e filmave artistik. Kështu që mrena periudhës 90-95 I kemi xhiru faktikisht 95, 97 I kemi xhiru 5 filma artistik. Dalja nga Arsira, Kohët e Liga, Deri Kur, Adisa Ademi dhe një komedi që është quajtur Kalanica e Kadiut. Ne edhe në luftë seminar, sidomos unë dhe ky Bilal Koci, sepse jemi angazhu në trupën ushtarake Hamzi Ashari, e cila vepronte në atë kohë në Likovcë. Kështu që do me thënë, edhe në luftë, edhe para luftës, edhe mas luftës.
ato janë pjesë të mijat që nuk mund t'i harroj gjë në fund, sidomos drama e parë. Drama e parë ka qenë drama Ik jak ik, e Josip Preles. Na drame kam pas një ushtar gjerman, po çka ka qenë interesante që une jo vetëm që e mësojsha rolin tem, por isha në gjendje krejt dramën me mësu përmendësh. Atë shumë që e kam dashur. Roli që më bëri mu që më dha emër, faktikisht edhe unë i dhash emër rolit. Drama Hakmarja ka qenë, atë e banëm film, Dalian Garcira, e kam lujt rolin kryesor, rolin e Mus Mehmetit. Ishte rreth pajtimit e gjaqeve, film që ka bë bujt gjithandej ka pas shqiptar, që ka ndiku edhe në pajtimin e gjaqeve. Kjo edhe ka qenë edhe, është e njohur në për media, do me thonë si fakt. Po. Veçantë edhe kjo pjesa e luftës, teatrit luftës, ishte e veçantë, sepse aty ishte që e mbante sektorin e moralit, sepse sektori i moralit në luftë ka shumë rëndësi. Ne bënim shfaqje, vishin njerëzit e plagosur dhe sa mu ishin grushtat nalë të bërtit. Do me thënë, i plagosur ishte, edhe që ndikon moralin luftë. Sepse nuk ishin mujt, sepse kur nuk ka mujt me nënal një regjim i hekurt. Thamë, të gjirimit e filma, bjefjala në kanë njek, policia në përmale, prej një mali në një mal tjetër. A mund është me në atribu këtë si ngjarje në ditoje? Na kanë arrestu me mbarimin e këtij filmi Dalian Garcira, jemi arrestu 4-5 veta, unë Bilal Koci, Ismail Tahiri, edhe disa të tjerë, na kanë majt një ditë në stacion policisë, për fat nuk na kanë rre, por na kanë dhanë, na kanë kushzu që edhe njëherë nëse ju në nxami dikun jeni të likvidu. Po ishte e kota, sepse ne vepronim në parimin era me zjarrin. Era sa ma shumë që fryn, zjarri aq ma shumë merr fuqi. Ky teatr ka dhënë 5 dëshmorë. Çka do të thonë? Se 5 dëshmorë ka një qytet i madh i tërë që nuk i ka dhënë. Është heroi Hamz Jashari, Naser Kodra, Qazim Jashari, Sejdi Reka Shala edhe Nazmi Jashari. Për fotot që biseduam, fotot nga para lufta mu kanë djeg, që mu kanë dhimë shumë, sepse ato më nuk kthehen, edhe pse shtëpia më është djeg, po e kam riparu dhe s'ka nej problem. I kam 2 foto i kam të vjetra të kësaj dramës Hakmarja. Këtu jemi me grup. Këtu është edhe ky Hamz Jashari, është Naser Kodra, që i ceka më parë, që kanë ra dëshmorë. Pastaj nga shfaqja është edhe kjo, e shfaqjes Hakmarja. Ky është Hamz Jashari, ky është Naser Kodra. Kjo, një foto që e kam mas luftës që kemi bani shfaqje, Kali Shtrigës, se kam lujt një rol të paramilitarit serb. Që the me ndonë me shku në Amerikë? E ka mandër me shku. E pse nuk e ke realizu dhe i tash? Sepse s'ka pas mundësi. Po? S'ka pas mundësi. Po, me gjithatë shpresoj, edhe nëse nuk shkoj fizikisht, do shkon atje një film që është duke realizu, vajza ime është duke realizu një film të animuar, Zhaku, me produksionin që e kanë Neofilms. Besoj që ai film do realizohet shpejti dhe atje luju në rolin e Zhakut. Besoj që atje do shkonoj.